Mirë, kemi mbritur në ndeshjen Bardhazi, do të bëjmë gati dorezat. Po, sepse do diskutojmë një temë që ka të bëjë me të burgosurit. Por e kanë thyer hekurat, kanë dalë nga burgu. Po ikin ndonjëherë pas here ikin, herë pas here rinë, herë pas here smeret vesh se ç'a bëjnë aty. Këtu do diskutojmë me një super panel. Po do punojnë goca tani, do punojnë goca, si kujtonde. Po edhe ato. Me një super panel si gjithmonë, Ervis Çela, mik i dashur i studios ton, jurist, faleminderit që jemi ne. Sepse është kënaqësi e veçantë gjithmonë ti është. Lëre studion, po pse qeshni? Lëre studion, po pse qeshni kur përmendim këto goca? Ç'a dini ju që se dim ne? Mbase Ka diçka. Vjen për herë të parë në studion Bardhazi, po shpresojmë jo për herë të fundit. Zakonisht njerëzit që vinë tek ne i kap viroza dhe vinë prap. Rezar Tupi i dashur, faleminderit. Ardhja është me ftesë apo kështu kryesisht? Ardhja është në përgjithësi. Mund vi dhe vet i paftuar. Mund të vish kur të duash i paftuar. Iku. Pasi na bëri një vrejtje, tha, ore si ka mundësi që s'më keni ftuar në emisionin tuaj fantastik? Po, është e vërtet? Ervin Karanja i madh është në studion ton, pasi ka shkuar në studio të tjera, po studioja jonë e nderon më shumë, se të tjerët se do më shumë. Që funksionojnë. Jam dakord. Deri kthehet ajo që është lezeti kësaj studio, e vetmja irlandeze që kemi ne, këtu ajo është Margarita Kola, një juriste që do ju duhet ta njihni, se do ju duhet një jetë. E si mund mos vish në këtë studio. Të keshe pa fola. Marga, fol, se ja. Kur diskuton dhe çështje të rëndësishme. Çështje të rëndësishme dhe kur bëjnë komplimente. Si është shëndeti të burgosur? Shëndeti të burgosur edhe. Pa na thoni pa, kaq e lehtë është të arratisesh nga burgu se kur hyn atje brenda ka vetëm hekura. Sa e thjeshtë është të arratisesh nga hekurat. Apo bëjnë universitet aty brenda? Nga hekurat fare jo. Po edhe na hekurat? Ma tan hekurave është pak më e thjeshtë. Po edhe na hekurat? Në rastin konkret nuk ka pas hekur. Wow. As kishte hekur hiç. Jo, kishte vetëm doktora rreth e qark dhe infermiera. Që po kujdesesh që përshëndetin. Infermiere. E ç'a bënin këto infermieret? Infermieret kujdesin për shëndetin e të burgosurit. Kaq. Ky është. Bëjnë matin për e kufizimi. tensionit. Po. Analiza gjaku, Dëgjoj, pastaj bëjmë varet serios tani, nga feria. Se na ikin të burgosurit, këto janë të burgosurit. Po. Të bëjmë çik serios tani se. Shoqërohen të burgosurit nëpërmjet makinave. Që të shohin A ka protokolle siguria, o Marga? Ka ndonjë protokoll tani se Po bëjmë ne po e bëjmë sikur e bërë të parë. Ç'duhet protokolli? Tash kështu si po vjen puna, s'duhet fare. Apo është leku mbi protokollin, domethënë janë të korruptuar. Mos e përdor fjalën lek, përdor një fjalë tjetër, gjethe për shembull. Gjethe. Po gjethe. Po gjethe që janë Lëpushka. Okej. Bile si ftojmë të gjithë miqtë e emisionit Bardhazi në sa forma të tjera mund të thëtë fjala lek, pa thënë fjalën lek. Po. Se ekzistojnë këto kode komunikimi, a? Patjetër që tani po pse ne jetojmë në situata kështu kreativiteti, domethënë. Vazhdimisht ne rikrijojmë dhe krijojmë, edhe kreativiteti vlerësohet, edhe kjo situatë ishte një situatë shumë kreative, për parasysh e denjë për skenar filmi. O Marga, po ne ata para një 2 javësh të premtojnë që janë të gjithë të sigurt. Kemi marrë masa, doli ministri, premtoi, tha jemi ke marrë masa, çdo gjë e sigurt, çdo gjë në rregull. Po ky është protokolli që ka pas në mendje ministri, po nuk e di në realitet ishte protokoll tjetër në këtë. Kush i komandon burgjet do valla, se s'po marrin. Shiko, tani të dalim dhe për te shakaz, domethënë. Natyrisht ka protokoll. Dhe keni manualet e procedurave dhe të sigurisë në çdo burg, i cili natyrisht ato mbështeten në ligj. Marga, ato që mbahen tani, se thuhet që telefoni nuk lejohet në burg, ndërkohë janë gjithë me telefona. Po jo, ju e dini 2 ditë mbasi ndodhi ajo, të dilnin video nga një burg tjetër, i një të burgosur, i cili për 7 palqefe në media sociale postonte video më shumë se ne njerëzit e lirë nga burgu. 2 ditë mbasi të ndodhi kjo ngjarje që ti. Po ajo që desha të thosha unë është që ligji siç parashikon të drejtat, është ligji i vitit 2021, më duket numër 78, më thuaj prokuror nëse kam gabim. Ajo pas ligji aty merret me të drejtat e të burgosurve dhe të paraburgosurve. Sepse pati diskutime që shikosa ai pati një të drejtë e çua në spital se këtu fillon historia dhe pas kësaj nuk u zbatuan protokollet e sigurisë dhe ai iku atje ku iku. Çështja është që ligji
përveç se njeh të drejtat e të burgosurve para burgosurve, gjithashtu ka në nenin 8 edhe përjashtimet e veta, të cilat kufizojnë këto të drejta dhe liri të burgosurve për shkak të nivelit të sigurisë dhe të rrezikshmërisë që ka një i burgosur. Dhe në rastin konkret për mua, duhet që masat e sigurisë për atë të ishin të një nivelit të veçantë për shkak të rrezikshmërisë që kishte, veprave penale për cilat e ishte akuzuar e tjera e tjera. Nëse ne flasim për protokoll, sa kollajsh ta shikojmë se si u bë arrestimi i ish drejtorit burgut. I shoqëruar me pranga. Pra, kur duhet që të zbatohet ligji, pra nuk është thjesht mungesë e ligjit e procedurës. Jo, nuk është fare, nuk është zbatohet. Kjo shkon për te kësaj. Kush nuk e zbaton dhe pse nuk e zbaton? Atë po themi, pra në rastin e më shpjegoni gjithë çka kuptimi ka, që ai që deri dje të shikonte brenda në burg, të shikon nga brenda burgut tani. Do me dhe ma shpjegon të qa logjike. Prandaj dhe ligji ka parashikuar dhe përjashtime në të drejta dhe kufizim të tyre pikërisht sepse kemi raste. Por çështja është që ne nuk duam t'i zbatojmë këto që shkruajmë në për letra. Në rastin e tij nuk është për mua, nuk është zbatuar asnjë lloj protokolli sigurie, sepse fillon pak më herët në rastin e tij. Po. Dakord, por në rastin kur ka shkuar në spital atje. Ai është fundi. Të shkosh atje dhe të lënë me një person i cili më fal, kishte edhe një bark të madh i cili me zi vraponte të kapte atë. Dhe vetëm ajo, po makina jashtë që e priste. Po të gjitha pra të gjitha. Të gjitha. Fillon pak më herët, sepse fillon që nga momenti se si klasifikohet ai, sa i rrezikshëm është ai si burgosur. Këtu fillon. Nga këtu fillon gjithë rrjedha e ngjarjeve. S'ka qenë i rrezikshëm fare se s'kishte vrarë shumë njerëz. Po. Pikërisht kjo është arsyeja. Dhe për shkak se nuk kishte kaq i rrezikshëm, e trajtuan si një person normal që e lënë dali pa pranga në duar dhe çtisi. Rregulli do ta donte që ky njeriu të klasifikohet si me rrezikshmëri të lartë dhe për shkak të rrezikshmërisë të lartë dhe masa që të merreshin ishin krejt ndryshe. Dhe këtu fillon pyetja e parë duhet bëhet, pse? Me cilën procedurë Drejtoria e Burgjeve klasifikon si të mesëm? Se nga këtu fillon standardi, sepse ai me rrezikshmëri të lartë nuk mund të rrinë një burg sigurisë ulës. Por më shpjegon mua ti se si një njeri që s'duhet ishte fare në punë, ishte në punë atje me policinë e burgjeve, s'duhet ishte fare në punë, se ka bërë shkelje. Është prapë në punë. Atëherë ky është mbajtur në punë. E kanë konsideruar si të pa përgjegjshëm për çfarë ka ndodhur aty brenda në atë kohë. Pafajshëm. Po tash Drejtoria e Burgjeve ka vlerësuar. Si tha i thanë, ne e dini tha që ne të gjithë në burg jemi të gjithë pafajshëm, të gjithë kështu e quajnë veten, të gjithë pafajshëm. Edhe këta që janë mbikëqyrës të burgut dhe këta pafajshëm janë. Të shtosha diçka lidhje me protokollin. Tek rasti Erion Velis, është i njëjti burg, i njëjti vend që kanë shkuar, mund të jetë e njëjta dhomë, kanë pasur tjetër protokoll. Pra thanë është person i rrezikshëm, 12 punojës burgjeve dhe policie, është njoftuar policia e shtetit, është bërë një rikognition, ose më saktë është bërë një verifikim i kushteve të spitalit, dhe janë, domethënë, ka pasur disa breza sigurie. Bravo. Se u ankua, se mbaj mend që u ankua, se s'dua të merre me hallet e atij tjetrit. U ankua se ishin policët brenda në momentin ekzaminimi mjekësor. Ekzaminimi dhe thotë çdo ky këtu se më vjet turp, kishte turp nga policia, duhet ishte vetëm mjeku. Jo, kishin turp mjekët. Jo, kishte turp ky nga mjeku. Jo, dhe ky u ankuat se ka të mjekët nuk janë ankuar kur. Jo, mjekët janë ankuar. Mjekët, kështu. Mjekët sepse çdo ky këtu, apo nuk e di është ankuar. Po, ky është ankimi që ka vajtur. Zyrtarisht e di që ankesë ka pasur. Vetëm apo duhet pasur dy ankesa ndoshta. Po. Dhe edhe ana aktive dhe ana pasive është ankuar. Po, sidomos ka e dyta. Prania thotë është në kundërshtim me ligjin sepse ishte një veprim mjekësor i cili cënon privatësinë. Pa i hyrë vojës. Mos janë trembur nga ajo ata dhe e kanë lënë kështu? Ndoshta janë trembur nga rasti i parë dhe të rasti do qëndrojmë jashtë. Dgjoj, Ervin, pse nuk e themi troçne që doktorët e burgut apo njerëzit e burgut janë më të rëndësishëm se ministrat apo se ku diun, ç'të them unë, një bankiera ku diun. Pse se themi troç valla? Që është kasapan totale, pse nuk dalin ta pranojnë? Që në burgje miu hedh valle. E kupton? Pse nuk dalin ta thonë troç? Kjo është minimaliste ta thoshin. Është prapë minim. Shumë minimalist. Edhe kaq është më shumë. Absolutisht, është një zinxhir i tërë. Ngeli vetëm aty. Unë këtu kam qenë, më duket në studion tuaj kur kam thënë që në një burg e kam thënë para një viti, në një burg dhe për këtë të garantoj sepse personi që e bënte këtë gjë ka qenë i mbrojtur i prej meje. Prodhohej, a ishte kryetari, grupit prodhoni në raki nga patatja. Është e vërtet,
Tapa tje, gjithë burgaxhin, da? Vodka. Qa bonin e shistin? Ajo është e politikat reabilituse. Po qa bonin e shistin? Marga, mos po eksportojnë tani? Ky është e problemi që e shistin me ndihmën e policave të burgut dhe siguronin të ardhura për familje. Do me thënë u kap grupi Rakiz, do thoshte. Po, grupi Rakiz, do Rakiz pa tapë. Se kam e ralli që u kap grupi, unë kam asë shpish tregu. Kam pishu regullat e tregut. Po grupi me Raki pa tapë. Po nuk lejohen telefonat pas Gojdhënat e këtyre modeleve po edhe patatet lejohen burg për shumë, a lejohen patatet? Garanca përgjigju që Kornelis, tu se po të Gojdhënat e këtyre modeleve velinave në përburgje që bëjnë pasarela janë të vërteta, apo të shne, tha ku? Ne kemi denoncuar të parët si emision këtu. Keni Po, denoncuar? në këtë studio, jo të kjo këtu, kur ishtë të studia tjetër, dhe na uodhën në fyt, na thanë, jo, si guxoni ju të flisni për miset, e si guxoni të flisni ju për... Po ja se janë figura të nderuara të kombëtare. Show bizrat. Ato mund të kenë 2-3 profesione, nuk është ndaluar Po e këtë thamë dhe ne? Po si hynë të veshura si bura, apo vishen si gra edhe... Vishen aty. Këto tani nuk më thonë që shkova në burg për të pi një kafe. Se ka dhe ca kafe që t'i japin dorët. Për çka kanë shkuar? Kjo është pyetja. Dhe e dyta si janë foto. Ka shkuar për studime, more. Ose ndoshta për kërkim shkencor. Për kërkim shkencor, more ti, pse? Për me pa vetë me dorë se si funksionon. A shkon njeriu në azil për të bërë një studim? Jo, më kërkim shkencor ato. Ka thënë një shprehje shumë të bukur, për me pa vetë me dorë. Pra, për me pa vetë me dorë, me dorë ndjekjen penale të se si funksionon ndjekja penale. Si është cilësia institucionet burgjet? Cilësia a është e vërtet që në shumicën e burgjeve shqiptare për vipat të ndryshëm të politikës, të disa fushave, ka kushte optimale edhe për të riprodhuar jetë? Tani gjeri, unë këtu konstatoj një diskriminim. Sepse meshkujt mund të kenë takime speciale, ndërsa femrat jo. Pse meshkujt i bëjnë takimet speciale? I bëjnë, sepse është me regulore. Po pse femrat janë pandjenja? E njeh dhe ligji. Ti nuk e më ndjenja. Ligji nuk diskriminon ndërmjet meshkujve dhe femrave. Jo, mund të shkojnë edhe tek ka një diçka si e njeh si të burgosur. Kjo është ideja, kote fundit që janë ashtu. Dhe prandaj nuk... Edhe ndryshohet masa sigurimit. Po, ndryshohet masa sigurimit. Po, këta burrat që janë brënda, apo janë thjesht gojdhëna, ka fjalë që mund të kenë lënë gratë e tyre këtu jashtë atë zanë për t'i mbrojtur, apo ja? Ka ca gojdhëna. Derisa ka gojdhëna, por derisa ka takime speciale, mund të ketë dhe pasojat. Duhet ketë dhe pasojat dhe pasojat speciale. Dhe faktorët plotësues qitjes. Po nëse e shikoni... Është e lejueshme këto kushte brenda burgjeve, Marga? Nëse e shikoni... Po si të shi bjen të kontrollosh në procesin dhe të shkosh shumë ndarë. Vëm gjumi në burg, tani e më faj. Ka, është dhomë speciale. Ma garanton ti mua që s'ka kamera aty të vëndi i dhomave speciale? Jo, roje s'ka aty. Njëna këta uvejsi tanë e përgjuan burg. Shiko, si kyç... Gërë për gërë. Po si kur ta përgjojnë edhe atje? Elion, si kuj që u fut atje, për zotin Velia që u fut atje tek ajo sala e mjekimit, nuk ka, këtë ta garantoj, roje nuk ka. Kamera është tjetër gjë, por roje nuk ka. A, s'ka roje? Nuk ka roje. Edhe nëse ka, nuk ish faqin. A, nuk ish faqin? Ajo pengjeria ka një vënd që mund zjasësh kokën. Okej, po... Këto kushtet optimale janë shumë relative. Kushtet optimale janë regullat më të forta, në para burgim apo në burgim? Nuk ka diferencë. Është e njëjta. Është, në më thonë, dhe për para burgimit dhe për vojtën e... Po shkeljet më të vëdha ku ndodhin? Mendoj që ndodhin në burgim. Në burgim. Para burgimi është një periud tranzitore dhe nuk ka kushtet që ka burgu. Në burg ata kanë orarin e ajrosjes, kanë të drejtën për televizion, për libra, biblioteke, më radhë. Para burgimi është pak më izoluar në para burgim, sepse ti do marrësh leje në para burgim të prokurorit që duhet kemi parasysh një diçka, sido që tjetë, në më thënë, dhe shërbimet që mund, ose ka hyj kush ka hyj në burg, burgu është burg. Sido që tjetë, ajo është brenda vendit. Brënda atë vëndi ku është, sa doj lumtur tjetë, pra të shkosh trish atje më shumë se 2 orë, se ne që shkojmë burg e dim. Sa doj lumtur tjesh, më burgje, aty që do rrotullosh. Dhe ne dim që jemi klirë dhe du më dalim, imaginoj që... Du më dalim sa më shpejt me vrap. Për mu shqetësuse, është rastin fjalë që personi është larguar, dhe rasti i Peqinit që ndodhi vrasja në burg. Pra këto janë raste realisht të rënda. Po të shikojmë aratisjet, po të shofim pasojat në jetën dhe shëndetin e personëve në raport me vëndet evropiane dhe
me Greqin, po të kemi parasysh, ne jemi shumë mirë, në kuptimin, jo se po e themi për statistika. Mund të ketë nevoj për regullim, do shta për sendet e palishme, por i burgosi e këtë pun ka. Aji është aty, vret mëndin gjithë ditën, s'ka që bosh si me qenë brënda, dhe ne jemi në studio këtu, vjen momenti shofim orën, mbaroj ora, do ikim, ajo e thot dje këtu. Je 24 orë, 24, dhe truri punon më shumë aty. Po më shpjegoj një gjë ti këthu, pëse me ty e kam. Si shpjegojët që Kryeministri Rama pa prit mas vuri re që në burgje ka shumë njerës? Do me tonë, e vuri e ta, ure që janë ta njërës në burgje, ta aji. Plasëm ne, kostot e të burgosurit, bëjnë, Për një sekundë se më kujtohet një... Po, na ka dëgjuar Rama ne, apo e kuptojnë? A nuk na ka dëgjuar ne? Po fare, mos o të rritë, ashtë më kujtohet që Kryeministri në 2014 merë të në telefon gjyqtarët dhe i kërcënonte se nxirrnin qytetarët që akuzoheshin për vjedhje të energjisë elektrike, i nxirrnin, nuk i linin në burg, po i linin të lirë. Ai që kishte lidh energjim dhe kryeministri e merrte në telefon dhe i përtiste gjyqtarët që pse e lete të lirë sa i do të rrinë burg. Ky është kryeministri. Po mirë, po një kryeministër që ndërgjegjësohet për mua është një arritje e pa imagjinuar. Duhet të fillosh ke shkaku i ndërgjegjësimit. Pse u ndërgjegjësua? Po se po i shtohen, po i paksohet qeveria dhe po i shtohet popullata burgjeve. Ai ka ngel pa administrat, do thuhet. Aty e ka problemin, edhe s'ka ku të gjej tjerë më. Kushta, ka plot njerëz. E dini cili është mentaliteti më i ndyrë sot në Shqipëri përveç vjedhjes? Mentaliteti më i ndyrë në Shqipëri është sot. Të fitoj unë 3-4 milion euro, pa i bënja 3-4 vjetë burg. Është bërë legjendë dhe kjo, nuk është realisht tamam. Ka individ që e kanë këtë mentalitetin. E thonë, me gojmë plot. A mund t'i thuar sa i bukur është burgu se... Po qa thua ti, po kede njerëz që s'kanë bërë burg fare duke bërë vjedhje. Kanë bërë një arrati këshu, flasin nga arratia njerëm ca herë këshu. Ke sa të duash edhe të tillë. Na i telenovele vockën me seri. Ke fenomene shqiptare. Jo mo tani është bërë edhe kështu. Burgimin arratie, kupton? Është bërë edhe shaka, por ndonjëherë po flas për shakat që bëjnë avokatët. Dalim nga seancat gjyqësore, po flas për gjyqet që bëhen në GKK. Dhe i themi njëri tjetrit, sa u dënua joti? U dënua 4 vjet. Po sa mendohej ose sa vodhi ai, vodhi 10 milion. Atëherë e pjesojmë 10 milionshin me 3, me 5 sa i bie dhe llogarisim se sa milioni bie për një vit burg. Thot dhe avokati tjetër, thot, po, unë kam dali fituar vlla, sa ai një vit burg e ka 5 milion euro. Ti një vit burg e ke 1 milion euro, s'ke fituar gjyqet. Ka dhe shakara t'ilë, sepse jemi bërë një vënd i shakara dhe të baja. Shaka që bëjnë avokatët me njëri Po tjetër. bëjmë avokatët me njëri tjetër. Jo, po si një kata nisur e avokatët, do t'la. Klientët ka sa mdisën e qëfaj kemi ne. Ne, ata e kata nisur avokatët doni që të shkojnë në burga i të merrni më shumë lek, apo si e keni ju? Ata s'do që të në burg fare? Jo, ne kemi këshu, këta vjedhin, vinte neve. Kështu e kemi në motra. Ata vjedhin, vinte neve, shkojnë gjukat atje, shkojnë para prokurorit, vinë edhe të avokati që t'i mbroj. Sa më shumë po vjedhin këta, më shumë pun kam në avokatët. Po çështja, se ti edhe e dënojnë, apo se dënojnë, e dënojnë pak, apo e dënojnë shumë, avokatët këta i sa një gjyqet. Ka më shumë njerëz të mirë në burg, brenda apo jashtë? Njerëz të mirë brenda apo jashtë. Unë mendoj që po shtohet numri atyre njerëzve të këqinj që po shkojnë në burg, po ka shumë njerëz të mirë që janë në burg. Që janë brenda. Po shpresoj që numri këtyre të këqinjve që shkojnë burg është më e rëndë se kjo... Dhe duhet të dish një gjë që është më e dhishme kur ke të mirë në burg se sa kur ke... Po pra, po. Po që se bëhet fjalë për një amnisti tjetër në këtë versionin që të bëjmë amnisti për të thënë që bëmë amnisti më mirë se po këto eskordat e burgut nuk e shikoj që nuk janë bajnë askuj që të janë. A ka eskorda në për burgje apo jo tani? Nuk ka atërë, eskortat janë jashtë burgjeve. Eskortat janë jashtë? Që hynë brënda, se jashtë burgjeve... Po brënda dhjetë që të hyë ajo. Normal që të hyë. Sorte kishe sa togën e Se s'do rri jashtë. Po, eskort toga e shoqërimit. Në qofë se je eskort, do ta shoqërosh atë personin kudo jashtë brënda, kudo, që pse mos t'jen edhe brënda në përbuqet. To që hynë brëndë janë... Besoj do të që po taleni me një tem kaq të rëndësishme. Jo, po ne kemi shumë seriozisht. Ne përshëndetim sarkazëm. Mua më rezulton që shumë njerëz që kanë punuar në burgje kanë vrarë veten. Njerëz, punonjës, burgjesh, kanë vrarë veten. Her pas here ndryshojnë drejtorët. Për shembull, kalon ca kohë, ta ikin drejtori. Kalon ca kohë ikën drejtori. Kalon ca kohë. Tani pse ikë këta drejtorët? Do të thotë gjithë kjo ekspertizë. Burgjesh. Pranga. Kështu pse ikin drejtorët, që mos familiarizohen me të dënuarit.
këshmanget korupcion. Pra ti nuk e shikon një këndvështrim tjetër, po Karanja? Qa këndvështrimi tjetër, po? Ja ta them unë. Po ndryshë do familiarizohen, do marrin lek shumë dhe pastaj çfarë do bëjnë aty ke vendi punës? Unë e shikoj si paqëndrueshmëri këtë, sepse lëvizjet e shpeshta se të patën duhet ketë një afat i vit, se jo jenë 2 muaj ndrohet, jenë 2 muaj vjen tjetër, jenë 2 muaj vjen tjetër, kjo tregon një paqëndrueshmëri. Jo. E ke gabim. Marga? Jo, unë mendoj, mendimi im është që... Jo, nuk jam modeste. Mendimi im është ky që ata shikojnë se sa të lumtur e çfarë jetë bëjnë këta kapot e burgut e thonë, jo vlad ndjen të dëshpëruar rikjen e lënë... Jo, edhe ti e ke gabim. Qela i fundit, shansi i fundit për të thënë të vërtetën para publikut. Unë mendoj se 2 muaj janë shumë. Se ka i Barsalet që thënë ta qëmë 1 muaj të doganat, jo, se është shumë. është shumë. Edhe kjo pjesa, unë kam vështimin që është pjese... E kam dëgjuar dhe unë këtë, e kupton, drejtor burgu se do martohet, e kupton, e qënë drejtor burgu bën lek të dasmës. Po të ri gjatë, ta shtjelloj qëndrimin tim. Po, dua që ta shtjelloj. Qëndrimi është largohen shpejt për çështjen mos familiarizimi, që do të thotë në terma praktik është, nëse drejtorët ndrohen shpejt, çmimet nuk ndryshojnë. Nëse drejtorët që ndrohen gjatë, nuk rëndohet dora. Fillon bjet çmimi pastaj se bëhet familiarizohesh ti. Unë mendova që ishte çështje çik dinjiteti, kështu pas ka qenë. Po ç'a dinjitet në burg do gjeshti. S'ka dinjitet mes qytetit. Po jo vetëm aty. Me krerë të organizatave atje dhe në vëshë. Jo vetëm ajo se ne po diskutojmë mënyra se si u aratist, po aq e dhimbshme është edhe të mendosh pjesën pas saj. Sa kollaj ishte të aratisej, po sa kollaj është të fshesh në këtë vend. Pra një aratisur që aratiset është edhe i filmuar, edhe kaq mbaroi filmi. Kaloj 1 ditë, kaloj 2 ditë, do arrohet. Me sistem tim s'ku figuron kë, ka Katalja Shtetit, me sistem tim s'ku figuron kë. Ka tim s'ku. Apo dhe të timësis i kena futbuar nësës. Prandaj po vëm gjithë to kamera këtu vërdalë. A ke gjurë që po vinë kamerat? Ja, u zidë këj problem, do vinë kamerat. Nga to kamerat 50.000 euro, thua ti? 50.000 euro që bon 2... Jo, ishte 52.780. Ajo kamera dhe kap, ajo pjesën betur e kamerës, 750 është pjesë e kablit nga mrapa. Pjesë e kablit, okej. Se ke kuptuar. Po mirë, rehabilitohen realisht të burgosurit kanë në një situatë rehabilitimi kështu? Ka dalë në një vrasës në burgu, jo vrasës? Po. Në fakt, kjo është një debat shumë i matë ndërkombëtar, është për te asaj që se kjo është sarkastike si situatë, është nuk ka rezultuar, do më thënë politikat penale, ose dënimet me burg nuk rezultojnë, në pothuajse 90% të rasteve, nuk rezultojnë që rehabilitojnë. E ka dhe bota këtë probleme. Sistemi jonë nuk është rehabilitus, në tërësi. Sistemi jonë është sistem ndëshkues. Sistemi jonë nuk ka për tendencet që arri rehabilitimin e të burgosit. Se s'ka psikologa tje, s'ka... Ore s'ka qëllim sistemi, nuk është edhe psikolog. Qëllimi i sistemi duhet tjetë që të ndëshkosh... A ka të burgosur që lexojnë libra në këto librarit? Ka. Po mund të kemë burgosur që lexojnë libra. A ka njerëz që konvertojnë në islam ose që bëjnë edhe kjo mund të po kjo nuk e rehabiliton. Se në të kundër t'i bjen që gjitha ta që janë marrë me malë, janë këtyre muslimani janë rehabilitu, nuk kanë dohë asë kjo gjë. Se vendet e Bashkimit Evropian po punojnë dhe punojnë fort që pjesa e burgut jetë masa më ekstreme, si që edhe ne kemi të parashikuar, dhe ne si avokate ngrim gjithmonë që është shumë thelbësore këtë masën e arrestit në burg, si masa më ekstreme që dhe vetë ligji e thotë, dhe që përdoret kaq shumë shpesh dhe i kemi bugjet plot, është kjo pjesa e rehabilitimit. Ore, ne, për ata që kryen edhe thyen ligjet, ato rregullat e sjelljes tona, që ne si shoqëri kemi thënë që kjo është gabim dhe nuk bëhet dhe nëse e bën ti do dënohesh, nuk kemi dënim me vdekje. Kur ti s'ke dënim me vdekje, ai personi që ti dënon mbas 2, 3, 5 apo 10 vitesh, ai do jetë prapë komshiu jot te pallati ku ti jeton. Atëherë pyetja është, do jetë më i mirë se ç'ishte kur e futën brenda apo do jetë më keq? Dhe ne duke e çuar vetëm në burg, çfarë ndodh? Probleme sociale, probleme ekonomike, sepse ai nuk prodhon atje. Familja kalon probleme sociale etj me radhë. Kush është një ndër politikat që vendet e Bashkimit Evropian po promovojnë, është pjesa e dënimit me gjob. Pra ti e dënon maksimalisht me rëndesë financiare, pa ama e lë që ai të punojë dhe të vërë mend. Ama të jetë edhe pranë familjes, edhe të bëhet njëri më social. Edhe shteti përfiton dhe nuk shkon te kostot e mëdha të burgut. Unë mund të them në eksperiencën time të punës, vetëm një herë ka marrë dënim me gjysmëlirie nga gjykata shqiptare. S'ka ndodhur kurrë. Mua më ka ndodhur vetëm një herë nga një gjyqtar që ka dhënë gjysmëlirie. I dënojnë. I dënojnë edhe janë të kënaqur kur dënojnë. Janë shumë të kënaqur, është shumë e vërtetë. Një gëzim, një kënaqësi. Do me thënë, jam shumë dakord me kolegun që thotë që
vetë sistemi është i ngritur në mënyrë të tillë që nuk ka për këtë qëllim në vetë. Sepse në qoftë se ti shikon kënaqësinë që prokurori kërkon masën më të madhe për ty, gjykata të jep të plas masën më, shkon te drejtori i burgut dhe është ajo që po thoshte me drejtë Erioni, që unë e ktheva pak edhe për ta tensionuar situatën, pak në humor, shkon te drejtori i burgut dhe drejtori i burgut që të lejoj ty që të lëvizë çik kështu, do që korrupsion të japësh 1 lek këtu. E ku është kjo politika rehabilituese këtu? Ai jo vetëm që del nga burgu, pa ai del më mjeshtër i mashtrimit dhe gjithë gjërave sepse ai detyrohet se do të mbijetoj aty dhe zhvillon mjeshtëri dhe aftësi të tjera që të mbjetoj në këto kushte kaq të vështira dhe i bën këto dhe i ka të perfeksionuara ku del nga burgu. Dhe unë e thash, ky është një problem jo vetëm në Shqipëri. Po bota të paktën ka filluar ta jemi në penalti tani. Rritëm shpejt për quajtur penaltin tonë. Vetëm një sekond. Si e mbarova direkt. Ore, ka biruca më apo kot po të mos. Ka, më si ska. Biruca gjithë ato. Izolimi. Ka 2 institucione. IVP-e ku vuhet vendimi penal dhe ka pasaj janë këto paraburgimet që janë 1, 2 a 3 janë dhomat e paraburgimit në përkomisariate. Shoqëror që arrestosh para se dalësh para gjykatës. Do me thënë është ignorancë nga anë e pushtetarëve që nuk rregullojnë burgjet parat. Gabim do me thënë, se do përfundojnë aty? Jo, se një pushtetar kështu tha, nuk e dija që ishte burgu kaq keq. Mbi vlerësojnë vete. Kanë shumë besim që duhet të vete. Madje është bërë dhe një gabim tjetër, duhet farë burgje për peshën që janë çnoshë një edhe për gjatësinë. Gjuaj penaltin, lutem. Penalti? Po. Të presim ndonjë zhurmë me helikopteri, se ne po shikojmë filma vetëm me amerikan. Që në base ajo do të ishte një zgjidhje se nuk e shikoj problemin një që të vogël. Dhe ishte burgosurin. Se dim, do të vitë pasë. Dhe sjell dhe merë. Jo, unë shpresoj shumë të në kuadër këti të hyrjes në Bashkimin Evropian, jemi që jemi një nga këto kushte që do të si të gënjejmë ata? Se mirë në njëri tjetër në gënjejmë se e kemi qenë. Për sa gjëra mund gënjejmë. Ata nuk i gënjejmë dhe kjo pika, po të paktën duke përftuar nga kjo integrimi i famshëm Bashkimin Evropian, të rregullojmë dhe cilësinë e burgjeve, procedurave, drejtësisë. Sukur u tha që ne nuk i plotësojmë do të kushtet, s'na ka mund kushtet shumë vështira. Kjo pa është problemi që do t'i plotësojmë. Tani fillon. Nga tani e tutje. Tani, ne urojmë që Bashkimi Evropian të mos investoj shumë burgje, po të investoj në fronte tjera që të mos shkojnë njerëzit në burg. Për mu kjo është shumë e rëndësishme. Na vjen keq, e kam thënë dhe herë tjera, në çdo burg shqiptar ngrihet dhe flamuri i Bashkimit Evropian. Pra, neve shqiptarët duhet investohet te politika parandaluese, edukuese që të mos shkojnë në burg. Në qoftë se ngrihet një flamuri i BE-s, i bi që BE-ja po kontribon në burgje të mira. Unë shpresoj shumë që disa burgje tek ne të mbyllen, edhe të bëhen vetëm disa burgje të sigurisë lartë për të korruptuarit. Dhe këto burgjet e tjera të mbyllen, të dalin këta njerëzit në jetën e lirë, ulen shpenzime, të paguajmë shumë nga buxheti i shtetit, dhe këta që futen për korrupsion le të paguajnë vetë, mendoj unë, po het një ide, të jenë në burgun e jo, le të paguajnë vetë. Jo se tani burgun private kanë ata. Paguajnë vetë për burgun e vetë. Më ka thënë njëri, ja po ju bëj një sfidë këtu, më ka thënë një se këta mirë që vjetë. Po edhe tapete kanë atje në burg. Ja, këtë shkoni shikoni jo, tapetet atje. Sepse këta mirë që vjedhin, po duan t'ju paguajnë dhe burgun. Jo, i ndryshojnë tapetet. Tapete indiane. Jo që e kanë, për të patur e kanë. Po e ndryshojnë dhe s'më pëlqen gjyra. Me fije më ndashë. Ka shupi nëse po gënjej. Tapeti si dhe qohet vetëm 1 herë, apo 2 herë. U shkon dreka për ditë. Dreka për ditë, se arova ta thosha. Jo dreka me vlerë më të madhe se tapeti. Po. Se kjo po diferencë. Thupi, dëgjoje ti ore, kush je, o burgologu kryesor. Dëgjoje, ja. Dreka, tapeti është... Kalamani i radhës, këto vini, bebi në radhës atje që të mbushi gjepat. Ore, se s'bëni dhe mo njërë drejtor burgo, dhe dëmdo me le. E dini ju që s'kam vinu në bëja, gazetar pa vin. Kjo vitë turp, si m'keni lënë kësho. Ti e kom shia imo, qa vile? O që kjo vitë turp, vëlla, e kupton se na akuzon që kemi vila. Ku ke par gazetar me vilat? Një vit drejtor burgu edhe maron pun. Politikan apo këshu qytetar ka qene? Aji që flasim pa emër. Aji, apo të the, pritë do të them të, aji që ma than, janë nga këta që tenderat e apin vetes, edhe kanë tapet kush në burg. Bravo! Po që duhet mu tapeti, ato duhet kishin eskortat.
Që duhet tapetin burgatit? Ato i vi natën me që... Jo, s'ka natën se s'ka fushim duhet. Jo, Ervin. I kalon takati. Ervin, ata i duan tapetet se atje kalon eskortat e tapetit. Eskortat s'kan fushim. Marga e tha? E tha Marga. Unë dua vlla të paguajnë vetë për burgjet e tyre këta. Se këta mirë që na vjedhin ne, po i mbajmë dhe në burg me buxhetin e. Shkojmë bas publicitetit ton dhe falenderimit të sponsorëve tanë në akuzë.